Jehona e Shqipes, 4 dekada zë shqiptar në zemër të Evropës, në Bruxelles, më datën më 23 shkurt 1986 në komunën e Sharbekut, një grup emigrantësh shqiptar morën për herë të parë mikrofonin në valët 105.4 FM. Në këtë kohë izolimi politik në Shqipëri dhe tensionet të forta në Kosovë, ata vendosën të krijonin një hapësirë të pavarur informimi dhe komunikimi në gjuhën shqipe. Kështu pra lindi Jehona e Shqipes, emisioni që sot pas 40 vitesh përfaqëson një nga zërat më të gjatë të diasporës shqiptare në Evropën perëndimore. Në fillimet e saj, Jehona e Shqipes u ndërtua mbi përkushtim vullnetar. Moderatorët e bashkëpunëtorët punonin me mjete modeste, por me bindje të fortë. Gjua dhe identiteti duhet të mbroheshin edhe larg ateut. Programi u bë shpejt pikë referimi për komunitetin shqiptar në Belgjik. Gjatë viteve 90, ndryshimet historike në Shqipëri dhe zhvillimet dramatike në Kosovë, roli i radios u thellua, ajo u shndrua në tribunë të hapur diskutimi. Për shumë shqiptar në mërgim, valët e 105.4 FM ishin rruga më e drejtë për drejtë për zhvillimet dhe të njohur zhvillimet në atë dhe në 40 vjetorin e saj në studiot e Radio Panic u zhvillua një emision i veçantë për kujtimor i mbushur me emocion dhe kujtesë.